Përshëndetje. Përshëndetje. Apo na dëgjon, Besa? Në cilën pjesë të kryeqytetit ke mbet ashtu? Çka po ndodh? Komunikacioni ngarkuma? Ka që, domethënë 4:20 jam nis prej qendrës, që tash mriva dikun këtu te rreth e Ismetit, e pam që s'po ka shansë me mri. E vërtet është. Kështu që vendosëm me u lidh direkt, që unë jam në taksi për momentin. Përmendet ti atmosferën festive. Kemi pas me bisedu për një koncert festiv, që do të mbahet me datën 21 dhjetor, prej orës 18 në sallën Atelier të Pallati i Rinis. Është festiv, por është me një kauz shumë të rëndësishme, sepse organizohet Action for Health në vazhdimsi, aktivitetet të ndryshme dhe me orët publiku i vlen biletat për këto ngjarje, sa do pak mundohet me zbut gjendjen e të fëmijëve që janë të shtrirë në klinikën e pediatrisë për sëmundja e kancerit shkoj tyre ose kanë nevojë për të paguar kredit, si jo gjitha badat që janë në QKUK, për me për trajtime shtesë në Turqi ose dikun, edhe organizata me informata dhe atyre familjeve që kanë mas shumë që nevojë, dhe ne me janë bashku kësaj thirrje, si Hana Badibuku, Zana Badibuku, Liliana Kuriu, Nezate Shala, do të bashkëpunojnë kur edhe të veçantë, për të kontribu sa do pak që me datën 21 dhjetor biletat të cilat janë me çmim modern, sa do të holla që do të dhurohen atyre familjeve që janë me nevoja ma vetë që janë duke i trajtu fëmijët e tyre kancerit. Besa, na po kemi pak ndërprerje për me të ndëgju saktësisht, po unë prap kom e ripërsërit fjalët e tua. Faleminderit shumë. I keni informatat edhe në postim aty Lutina, në Action for Health edhe në faqen time të Facebookut ku e kam shpërndarë. Besoj që aty mund t'i keni gjitha informatat dhe koncerti në datën 21 dhjetor, me fillim në orën 6. Mirë Besa, faleminderit shumë, na do të ta shpalosim këtë, domethënë çdo informat, edhe duke ditë që jo vetëm komunikacioni problem kësaj radhe, duke ditë që ka shumë ngarkesë, normalisht që ka ngarkesë edhe në internet edhe qasi. Kështu që Besën e falenderojmë shumë dhe i dëshirojmë suksese, se po afrohet data 21 dhjetor, që është koncerti festiv, një mbrëmje speciale me muzikë klasike, krijime bashkëkohore, një dhuratë festive nga Action for Health dhe artistët pjesëmarrës. Po çka kuptuam nga Besa është se gjithat holla, domethënë gjitha biletat që do të shiten, e kuptuat kauzën e cila lidhet me këtë koncert. Domethënë gjitha ato janë të destinuara. Njerëzit që do të marrin pjesë, domethënë profesionistët, pianistët, klarinetisti, është aty Astrid Mustafa, kemi violinistën Siana Badivuku Hoxha, është Zana Badivuku Basha, pianiste po ashtu, Liliana Kuriu, pianiste, kemi Nezahate Shalën Zeka, pianiste po ashtu, do të jetë një koncert festiv në sallën Atelier tek Pallati i Rinis në Prishtinë prej orës 18. Data 21 dhjetor, nëse nuk e keni ditë, se ja nisni me mua në ku aty, është ditë e diel miq. Po de, ditë e diel nuk ka arsyen me qeni zënë të dielën në ora 18. Ju mundeni me qenë zënë vetëm me këtë lloj koncerti festiv, që do të tingëlloj mënyrën më të bukur, të mundshme, plus duke ditë që është një kauzë shumë e mirë për ndihmuar të tjerët. Me një blerje bilete,
me një koncert të tillë? Po, çdo bilet shkon kontribut për fëmijët në repartin e pediatrisë, cilët janë të diagnostikuar me kancer. Diçka që vlen me u cek është se ky koncert qysh është edhe i cekun në webpaqet e tyre në rrjetet sociale, bashkon klasikën tradicionale me krime bashkohore, që do me thonë se modernja edhe tradita nuk kanë qenë kur kundërshtar, por gjithmonë aleat. Kështu që nëse kur s'ke ngu muzikë klasike, si e konë me një koncert, pse mos me shku, me bu për herë të parë, me qilë diapazonin tonë, plus me kontribu diçka për një kauz të mirë. Po, valla. Interesant.